populli rrinte aty e po kundronte. Antaret e këshillit të lartë e përqeshin duke thënë: tjerët i shpetoi, le ta shpetoi vetëm nëse është Mesia i hyrit, i zgjedhur. Edhe ushtarët e vinin me loj, ju afruan për t'i dhënë kufull dhe i thanë: nëse jem mbreti i judejve, shpeto vetë. Mbi të ishte edhe përshkrimi: ky është mbreti i judejve. Njëri nga kriminalët e krytëzuar e fyente: po nuk je ti Mesia? Shpeto veten edhe ne. Por ai tjetri e qortoi shokun: as ti nuk e duan hyrin që pohuan të njëjtën dënim si ai? Sa për ne kjo është drejtësi, po marrim dëshkimin e merituar për veprat tona. Por ky s'bëri asnjë të keq. Dhe tha: te bie ndërmend për mua, o Jezus, kur t'ja arrish në mbretërinë tënde. E Jezusi i tha: për të vërtet po të them, sot do të jesh me mua në Paris. Fjala e Zotit.